Vjen motra dhe thot, babin e kam plagos. Edhe ty të shembët bota. Shiritin e policisë, sheplet policë, me shumë keqare, thot, për babi nuk i kam bjetu, babi ka vdek. Pra në kanë qenë 16 vjeçar, i bie në fillim të vitit 2 të shkollës të mesme, kam qenë Sami Frashër. Ishte një orë mësimore, së më kujtohet cila, dhe në klasë hynë duke drejtori i shkollës me motrën edhe me gruan e dajës, edhe a mundesh me ardhë deri jashtë, ku di unë edhe dalë, tash 16 vjeçar, sa ishe në mësim, nuk e ke idenë çka po ndodh. Hynë motra. Po, je hutun, gruaja e dajës, çka po ndodh, drejtori, a kam bo ndaj problem, është am ku dikush mu, pra ti je fëmijë, ti mendon që ke ti problem. Dhe kur dalë atje, mandej hypim në vetur të gruas dajës, edhe aty në vetur mandej më thot motra, babin e kam plagos, sepse ne nuk ishim edhe vetëdijshëm që ai kishte ndru jetë. Edhe ty të shembët bota. Ti nuk e ke idenë çka po ndodh, ti nuk e ke idenë pse po ndodh. Pra, kush mund ketë pas arsye për të plagosur Xhemal Mustafën? Çka i ka bëu dikujt ai? Pra, ka punu gjithë jetën, duke sakrifiku familjen, veten, po e përsëris fjalën tënde, është hallashtis me jetën e me vdekjen për Kosovën, i mbijeton luftës në Kosovë, i kthehet punës dhe kontributit për Kosovën, dhe vjen motra dhe thot, babin e kam plagos. Ti ke 7 milion pyetje, asnjë përgjigje. Dhe aq shumë ke pyetje pikë pyetje, sa që fillon me besu që jo, besë është e vërtetë, jo, ka një gabim këtë që pse me plagos babin kush. Ti mandej fillon me e kuptu që për me plagos dikend, ti ke tentu me e vra, sepse kërkush nuk shohet hajte plagosi dikend, po hajte vraj dikend. Dhe ti thot, kush ka pas arsye me e vra babin, me tentu me e vra babin. Natyrisht, mandej lind shpresa, që nga plagose jo vra, pra në rregull është, shërohet, kthehet, jemi në rregull, edhe mandej mbrim të banesat të Santeja Lagja që njihet, edhe aty mandej të shat shiritin e policisë, sheplet policë, edhe afrosh, ka qenë një butik Charlie, aty ishte hi familja, edhe po presnim lajmin çka ka ndodhur. Nuk më kujtohet nacionaliteti ati policit të unmikut, mundi anglisht, edhe ftën dikush thot një polic për të kërkën, edhe dalë, edhe ai thot në anglisht, thot më vjen shumë keq, me shumë keqare, thot për babi nuk i kam bjetu sulmi dhe ai ka vdek, ka ndru jetë. Ta është si 16 vjeçar, qysh kthehesh atje te familja me ju tregu që nuk i kam bjetu plagosjes, pra jo shpresa ime që është plagosje dhe të shërohet, pra mori fund. E para se pranon ti për veten, dhe e dyta si 16 vjeçar. Po është burri më i madhi në familje, pastaj për shkak se babai vdes, je djali i ri që duhesh më shndrur në një burr, pa e kaluar pjesën e tinexherit. Dhe ti ke bukfalisht një 5 sekonda për të shndruar nga tinexher në burr, për të gjetë forcën njerëzore, emocionale dhe për të hyrë atje brenda, për t'i treguar nanës tonë, motrës tonë, vllaut, pra agjes të babit, vllaut babit agjes tim, dhe gjithë familjes që babi s'po kthehet. Babi është vra, babi ka vdek. E si arrite me procesu krejt këtë, që s'kujton ato sekundat e mëdha që duket si një shekull? Haloj majnë mend, sekund më sekund, sikur ata filmat slow motion, e majnë mend çdo, jo sekund, po çdo 10 e sekundës, çdo hap e bajnë mend të u kthy në Shadley, me shpejtësinë më të madhe që kam mujt me ju tregu, i kam tregu, edhe di që janë ndoshta një 15 sekonda që pastaj nuk më vaj mend. Kur jam rrit e pjek, e kam kuptu pse ndodh kjo, por për një kohë gjatë jetës tem se ka kuptu pse një 15 sekonda nuk i mbajnë mend se çka ka ndodhur pastaj me mua. Ta them kështu, është përvojë që shpresoj që as armiku jam më i madh nuk e përjeton në jetën e tij.